Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Me përfundimin e afatit për ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, PZAP-ja ka regjistruar gjithsej 7 ankesa lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ankesa e fundit është dorëzuar nga subjekti politik Lista Serbe, e cila ka kundërshtuar vendimin e KQZ-s. Rasti ndodhet aktualisht në procedurë të shqyrtimit. 2 ankesa janë dorëzuar nga kandidati për deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Bekim Haxhiu, ndërkohë 2 ankesa janë parashtruar nga subjekti politik Nova Demokratska Stranka, të cilat lidhen me pretendime për paregullsi me vota. Ankesat të ngjashme për paregullsi në votim kanë paraqitur edhe koalicioni PAI, PDAK, LPB, si dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. PZAP do të vendosë brenda afatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës që të mbledh prova lidhur me dyshimet për manipulim me vota. Sipas njoftimit, gjatë numrimit ka pasur dyshime se janë evidentuar paregullsi përkatësisht mos përputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit Kosovës, pas përfundimit të numrimit të votave në komunën e Podujevës. Prokuroria themelore në Prishtinë dhe Policia e Kosovës mbetën të përkushtuar në luftën kundër kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin, thuhet në njoftim. 2 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lista Serbe ka dorëzuar një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kundër vendimit të këtij institucioni për mosmiratimin e listës së kandidatëve të saj. Në një deklaratë për media, Igor Simić, përfaqësues i Listës Serbe, e ka cilësuar vendimin si të paligjshëm, antiserb dhe diskriminues, dhe ka thënë se KQZ-ja ka mohuar 42.759 vota të serbëve, duke u munduar të pengojë komunitetin serb të zgjedhë përfaqësuesit e tij. Misioni i OSBE-s në Kosovë thotë se po e monitoron nga afër zhvillimet në vend pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, duke miratuar listat përbërëse të gjitha partive, përveç asaj të Listës Serbe. OSBE është njoftuar se Lista Serbe ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe po pret përgjigje për këtë vendim të KQZ-s. Misioni i thekson nevojën për respektim të plotë të standardeve ndërkombëtare zgjedhore, në veçanti publikimin transparent dhe gjithëpërfshirës të rezultateve zgjedhore si një mjet për të siguruar siguri juridike dhe trajtim të barabartë për të gjithë garuesit zgjedhor, thuhet në reagimin e OSBE-s. Me përfundimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit dhe rinumrimin e votave të kandidatëve për deputet, dolën në pa paregullsi ku shumë kandidatëve ju shtuan vota e disa të tjerëve ju hoqën ato. Eugen Cakolli nga KDI tha se largimi i tyre mund ta bëjnë edhe vetë partitë përkatëse. Sipas Cakollit, deputetët që siguruan ulse, pavarësisht manipulimit me vota, mandatin nuk mund t'u marrë as ligji, pasi proceset gjyqësore zgjasin tepër shumë. Juristi Anton Nrecaj vlerëson se partitë politike duhet të zgjedhin edhe nënkryetarin e kuvendit nga komuniteti serb, duke u bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas tij, çdo veprim ndryshe do të ishte shkelje kushtetuese dhe do të përfundonte sërish lënda në gjykatë. Kushtetuese dhe procedurale, zgjedhja e Nenad Rashiqit nuk ka qenë e drejtë. Domethënë që gjykata ka konstatuar që zgjedhja e tij nuk ishte në përputhje me nenin 67, pikën 4 të kushtetutës dhe nenin 12 rregullores së kuvendit, sepse nuk erdhi si propozim nga shumica e deputetëve serb, që në kupton që sipas rregullores mund të jetë do të thotë e drejta për të propozuar kandidatin nga komuniteti serb i takon grupit më të madh parlamentar. Një gjë e tillë nuk është bërë, dhe sipas huaj do të thotë natyrisht atëherë është shkuar, është propozuar një kandidat tjetër,
jo nga grupi më i madh parlamentar serb, por nga nënkryetari i Kuvendit, i cili ka rezultuar sipas gjykatës kushtetuese të bie në kundërshtim me pikërisht me nenin 67 dhe nenin 12 rregullores së Kuvendit. Nga perspektiva e sigurisë juridike, gjykata kushtetuese e ka konsideruar se zgjedhja e tij nuk është anuluar për shkak se në mënyrë që të mos ketë efekt paveprues. Do thotë, kjo nënkupton që është bërë për të ruajtur stabilitetin institucional dhe për të mos u krijuar vakum në kryesinë e Kuvendit. Andaj, me këtë, gjykata kushtetuese ka thënë që një gjë e tillë, edhe nëse ndodh në aspektin procedural, është jo kushtetuese dhe natyrisht bie ndesh me atë gjykimin cilën e ka dhënë gjykata kushtetuese sa i përket zgjedhjes të nënkryetarit i cili do të vijë nga komuniteti serb. Sipas kësaj bie që çdo tentim tjetër mund të shkaktojë shkelje kushtetuese. Dëgjoj tash, supozojmë që mund ta kem të njëjtën situatë. Hipotetikisht njëjtën situatë si herën e kaluar. Natyrisht, nëse kryetari i Kuvendit, sepse sipas rregullores të Kuvendit, e drejta i takon për interpretimin e rregullores i takon kryetarit të Kuvendit. Do thotë këtë rast, kryetari i zgjedhur i Kuvendit mund ta shpall Kuvendin si të konstituuar me zgjedhjen e nënkryetarit. Por që Kuvendi mund të vazhdojë punën e tij duke mbajtur seancat dhe mund të vazhdojë punën e tij natyrisht deri në momentin kur i njëjti vendim mund të kontestohet sërish në gjykatën kushtetuese. Andaj, edhe kontestimi supozojmë zgjedhjes së nënkryetarit të Kuvendit i cili mund të vijë nga deputeti i cili nuk i përket grupit më të madh parlamentar serb, në këtë rast listës serbe, mund të kontestohet, por që gjykata kushtetuese sërish do thirret në aktgjykimin paraprak dhe do ta realizojë atë proces në mënyrë që ta urdhërojë Kuvendin që të zgjedhë sërish nënkryetarin i cili do të vijë nga komuniteti serb. Po, sipas kësaj bie që sërish mund të përfundojë në gjykatë kushtetuese. Këtë rast i bie që të gjithë deputetët të cilët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët do ta votojnë një kandidat i cili bie ndesh me atë që ka thonë gjykimi i gjykatës kushtetuese, fillimisht ata kanë shkelur që të gjithë e kanë shkelur dhe nuk e kanë respektuar kushtetutën, gjykimin e gjykatës kushtetuese i cili përcakton normat dhe se si do duhet të konstituojë Kuvendi, këtë rast se si do duhet të zgjidhej edhe nënkryetari i cili vjen nga komuniteti jo shumic, në këtë rast komuniteti serb. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare jeton Kelmendi, tha për Radio Televizionin 21 se subjektet politike pas përfundimit të një cikli zgjedhjesh do duhet që seriozisht të nisin punët lidhur me formimin e institucioneve. Kelmendi vuri theksin tek mosmiratimi i buxhetit për vitin 2026 dhe marrëveshjet ndërkombëtare nga cilat Kosova po vazhdon të humbas qindra milion euro, veçanërisht nga plani i rritjes, duke e theksuar se qytetarët nuk guxojnë të mbesin peng i lojrave politike. Fakt, Kosova ka hyrë në një cikël pothuajse të zgjedhjesh vitin që lan pas dhe shpresoj që nuk do të vazhdojë kjo telenovele udhëhequr jo në mënyrë të duhur, sigurisht nga çështjet caktuara politikës kosovare. Unë mendoj se kësaj radhe do t'jetë ngopur me fitore Albin Kurti, sepse i ka 51% dhe shpresoj që ai të mund t'i bëjë institucionet, të ketë një marrëveshje shumë demokratike edhe me ndonjë subjekt caktuar dhe për zgjedhjen pastaj të kreut të shtetit dhe fillimisht të krijohet qeveria, të ratifikohet buxheti, pra që Kosova të tashmong ndonjë krizë buxhetore, sepse pa miratimin e buxhetit sigurisht se do të ketë krizë, pastaj nëse arrihet një marrëveshje e mundshme
për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së shtetit, në rregull. Nëse nuk arrihet, le të shkojnë zgjedhje, le të bëjnë këso lloj telenovelash, po s'pakut mos e lënë Kosovën dhe qytetarët e saj pa buxhet të ratifikuar dhe pa ratifikim të dy marrëveshjeve që janë urgjente, sepse bëhet fjalë për miliona, pra parat të Bashkimit Evropian dhe ato kërkojnë ratifikim prej 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Kosova domethënë nuk arritet të marrë asnjë cent lejme kështu nga fondet e BE-s. Apo rrezikon që t'i humbas plotësisht nëse vazhdon kështu pa institucione? Po teorikisht mund të zgjidhet pa fije problemi. Domethënë ka ndodhur çfarë ka ndodhur deri këtu, jemi dëshmitar të asaj, por tash tutje gjithçka varet nga koka dhe mendja e një njeriu të quajtur Albin Kurdi, pra kryeministit në detyrë, dhe shpresoj edhe kryeministit në ardhje sepse i ka fituar 51% e votave. Se çfarë do të ndodhë është vështirë për të parashikuar sepse kemi të bëjmë një njeri shumë jo konvencional, i cili gjithë politikën, gjithë jetën e tij e ka një farloj mekanizmi parapolitik ose mos them agjenturesk, dhe ai veprimet e tij ka shumë diskrete deri në momentin, pra asnjëherë nuk i di kush veprimet, as nuk mund t'i parashikoj sepse është krejtësisht i paparashikueshëm. Pra, i ka numrat, le ta bën qeverinë, sigurisht se dihet sistemi zgjedhor çfarë ndodhi, me një kredibilitet goxha të thyer ose me një reputacion, po them, dhe imazh shumë të dëmtuar, por sido që të jetë, Kosovës i duhet institucione, i duhet qeveria, i duhet kuvend dhe ratifikimi i këtyre. Shpresoj që të mos ketë probleme artificiale siç ndodhi me mos certifikimin e listës serbe. Pra, kjo është një nga aktet, do të thoja, shëmtimi i demokracisë. Është pak term i rënd, por po e them me shumë përgjegjësi, individ dhe grupacione të caktuara po e shëmtojnë demokracinë sepse në emër të një patriotizmit, pra jemi kundër listës serbe dhe po e shkelin gjykatën e vet, po e shkelin ligjet e shtetit vet. Dhe unë mendoj se kjo nuk e çon Kosovën në vend të duhur, kjo nuk i duhet Kosovës dhe ore qas sa më herët që ta kuptoj kasta politike në Prishtinë se kësaj rrugën nuk shkohet drejt Evropës dhe natyrisht se qytetarët janë ata që presin më shumë sepse ata e thanë për sa herë, madje u përgjigjen masovikisht votimi dhe i dhanë besimin, aq sa kërkoj, i dhanë besimin kësaj shumice, po them. Prandaj unë shpresoj që kësaj radhe të lihen lojrat politike, sepse nuk ka nevojë më për lojra politike dhe të krijohen institucionet dhe Kosovën ta nxjerrim nga ajo kriza e madhe. Zyra e Regulatorit për Energji ka shqyrtuar kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave të NEMOS për periudhën 2026-2028, duke theksuar se lista e tarifave për Kosovën propozohet të mbetet e pandryshuar dhe se nuk bët fjalë për rritje të tarifave të energjisë. Muharrem Gashi, udhëheqës i Departamentit të Tarifave në ZRE, deklaroi se vlerat e propozuara si të hyra janë 669.028 euro për vitin 2026. Ushtruesi i detyrës në Departamentin Ligjor të ZRE-s, Ymeridin Misini, ka sqaruar se ligji për energjinë elektrike përcakton furnizuesin e mundësisë së fundit si mekanizëm mbrojtës për konsumatorët. Për Kosovën, për vitin 2026, për si të hyra janë 669.028 euro për vitin 2026, për vitin 2027, 712.410 euro, dhe për vitin 2028, 835.613 euro. Struktura të hyrave dominohet kryesisht nga kostot operative, ku pjesëmarrjen më të madhe e ka platforma, rreth 54%, investimet kapitale janë të vogla, andaj kemi kthim të vogël tek pjesa e bazës asete të rregulluar. Lista e tarifave NEMOS për Kosovën propozohet me qenë e pandryshuar, krahasuar me periudhën paraprake, dhe vazhdon më apliku për tregun ndërvit teja herë market dhe ndërvitor. Sa i përket kornizës ligjore, ligji për energjinë elektrike, gjithsesi në nenin 40 përcakton se furnizuesi i mundësisë së fundit ekziston si mekanizëm mbrojtës për konsumatorët, me qëllim që furnizimi me energji elektrike të mos të ndërpritet në rastet kur konsumatori mbetet pa furnizues për shkaqe që nuk varen nga vullneti i tij. FMF
nuk është furnizues tregtar i zakonshëm, por një mekanizëm mbrojtës i shërbimit publik për garantimin e sigurisë së furnizimit përkohësisht. ZRE kanë konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore për kalimin në fazën e saktimit të furnizuesit të mundësisë së fundit me akt të veçantë për një periudhë 3 vjeçare. Andaj, pas vlerësimit të kapaciteteve teknike, organizative dhe financiare, së dhe deklarimit të gatishmërisë për marrjen e kësaj përgjegjësie nga të licencuarit për furnizim energji elektrike, i propozojmë bordit që të caktohet edhe më tej ndërmarrja KEKSH-a si furnizues i mundësisë së fundit, pasi që e njëjta ka përvojë për të ushtruar këtë përgjegjësi. Në media u raportua se zyra e regulatorit të energjisë ka mbajtur të njëjtat tarifa NEMO, duke u kuptuar në publik sikur të kishte refuzuar kërkesën e KESKOS për shtrejtim të rrymës. Reagoi deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, e cila tha se këto dy gjëra nuk ndërlidhen dhe se çështja e kërkesës së KESKOS është më vete. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka shprehur shqetësimin e Odës Ekonomike të Kosovës lidhur me kërkesat për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke paralajmëruar pasoja të drejtpërdrejta për bizneset dhe qytetarët. Sipas tij, një rritje e re do të ndikonte në kostën e prodhimit, standard njëtësor dhe fuqinë blerëse në vend. Rafuna tha se energjia elektrike përbën një kosto operative thelbësore për bizneset, veçanërisht për prodhuesit vendor, të cilët tashmë përballen me një disbalancë të thellë tregtare. Importet sipas tij kanë tejkaluar 7 miliardë euro, ndërsa eksportet kanë rënë në 940 milion euro nga 944 milion sa ishin një vit më parë. Për qytetarët, ai vlerësoi se çdo rritje shtesë do të godiste drejt për drejt buxhetet familjare dhe konsumin. Situata aktuale politike në vend, rezultati zgjedhor, procesi i certifikimit të rezultatit dhe konstituimi i institucioneve të reja, thuhet kanë qenë temë diskutimi në mbledhjen e parë që është zhvilluar për këtë vit me drejtuesit e të gjitha qendrave të lëvizjes vetëvendosje, aty ku i pranishëm ka qenë edhe lideri i partisë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Gjatë takimit u diskutua gjerësisht për situatën aktuale politike në vend dhe për fushatën zgjedhore të tyre, e cila u kurorëzua me mbështetjen e qytetarëve prej 51.10% dhe 57 ulse në kuvendin e Kosovës. Po ashtu trajtuan çështje që lidhen me procesin e certifikimit të rezultatit zgjedhor dhe konstituimin e institucioneve të reja, thuhet në njoftim. Ish-presidentja Atifete Jahjaga ka hedhur poshtë kategorikisht raportimet që e lidhin emrin e saj me dosjen Epstein, duke i cilësuar ato si tërësisht të pabaza dhe të pavërteta. Në një deklaratë publikuar në Facebook, Jahjaga ka theksuar se gjatë mandatit të saj si presidente e Kosovës nuk ka pasur asnjëherë njohje, takim apo çfarëdo kontakti me Epsteinin. Sipas saj, çdo pretendim për një lidhje personale apo institucionale është i pavërtet dhe nuk mbështetet në asnjë fakt. Ajo tutje ka shtuar se në emailin në fjalë përmendet presidenti i Kosovës, por pa u specifikuar se për cilin president bëhet fjalë, ndërsa nuk ka asnjë kërkesë për takim në emër të saj apo të ndonjë përfaqësuesi të presidencës. Pastrimi i segmentit të rrugës Mon Balaj nga Bora dhe Akulli është bërë temë për përplasje mes komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Temperaturat e ulta dhe rreshtet e Borës gjatë së dielës kanë bërë që qarkullimin e këtë segment të vështirësohet. E për këtë, komuna e Prishtinës fajtore e ka lënë MMPH-in, që sipas saj është në përgjegjësinë e kësaj të fundit, por ka theksuar se pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka vepruar për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Segmenti rrugës Mon Balaj në Kodrën e Trimave është në përgjegjësi të Ministrisë së Infrastrukturës. Megjithatë, përballë situatës së krijuar, komuna e Prishtinës ka vepruar menjëherë dhe me përgjegjësi, sepse siguria e qytetarëve është prioritet absolut. Pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka intervenuar mbrëm 2 herë në këtë segment rrugor, duke vepruar me vendosmëri për të parandaluar rrezikun dhe për të garantuar sigurinë në qarkullim, thuhet në reagimin e komunës. S'ka munguar përgjigjja e ministrisë.
Zëvendësministri në detyri MMPH-s Hysen Durmishi ka mohuar se ky segment është nën përgjegjësinë e tyre. Ai në Facebook ka shkruar se kjo pjesë është nën përgjegjësinë e komunës së Prishtinës, duke shtuar se ajo po ashtu ka ndërhyrë në këtë pjesë të rrugës duke vendosur pengesa. Si që kemi theksuar edhe më parë, jemi të përgatitur dhe plotësisht të përgjithshëm për mirëmbajtjen e rrugëve, që janë në kompetencë të ministrisë gjatë sezonit dimror. Mbrëm me fillimin e rreshjeve të borës, ekipet tona janë aktivizuar me njëherë dhe kanë hedhur krip në të gjitha rrugët në përgjithësinë tonë, me qëllim të garantimit të qarkullimit të sigurt dhe të papenguar. Kompetenca e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përfshin segmentin rrugor nga Bërnica në drejtim të komunës së Podujevës, segment nga i cili edhe ka filluar realizimi i projektit të rrugës Prishtinë-Podujevë. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës kanë shkaktuar telashe për veturat në këtë segment rrugor, por edhe në shumë rrugë e rrugica brenda kryeqytetit, si dhe zonat rurale. Gjykata themelore e Prishtinës edhe në rigjykim ka dënuar me 13 vjet burgim të akuzuarin për krime lufte në Izbic Muhamet Ali Demajn. Ky i fundit është fajtor se ka kryer veprën penale të bashkëkryerjes krim i luftës kundër popullsisë civile. I akuzuari Muhamet Ali Demaj shpallet fajtor dhe gjykohet me dënim me burgim në kosgjatje prej 13 vjetësh, ka thënë kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili në seancën e mbajtur sot ku është shpallur aktgjykimi. Gjykata themelore në Prishtinë më 12 korrik 2024 e pati shpallur Ali Demajn fajtor dhe pati dënuar me 15 vjet burgim. Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.